Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Përshëndetje. Zotri ose zonjë. Alo, mirë mëgjesi. Përshëndetje, Zotri. Më të gjonë? Po. Një jashtë si problem, zori në fakt të thonë dhejtën, por adhe me kalimin e kohës do regulohet këj problem. Po, jemi në proces konfigurimi gjitha pajisjeve. Po. Me këtë kemi problemi se gjithë jetë e jonë varet nga këta politikanë, nga kjo qeveri që kemi të që është kjo qeveria 4. Unë nuk e di, unë nuk shpresoj fare asë gjithë kjo qeveri. Ne kemi pasë, ka pasë 3 mandate, kemi pasë që 4 ure shka përë që skandalesh. Po të se gjithë ministrat përfundur në përburgje. Nuk e di, po më vje keq me këtë kryeministër, ne kemi pa me fjalë me këto sloganet që ka, jo dajre, jo daullja, jo tenxherja, jo kazani, ta që filloj me djellën. Unë nuk shpresoj fare, por më vjen keq edhe për këto partit politike të re që s'po të vjen fare, të që duhet flasim shumë dhe duhet të bëjmë shumë. Ne kemi përballë një dimër të egër si vjetë, po të them këtë edhe këto bashkit të merren me këto kanalizime, me këto problemet që ka Shqipëria, se do bëhet dhe i përmbytje madhe, edhe nuk do të dalim nga situata, mos merren shumë me llafe me diellën. Problemi diellës diet. Ky kryeministër bën mirë t'japi dorëgje, unë nuk e them se kam studizë vendin aty, se nuk të marrësh një përgjegjësi të tillë për sipër, dhe të shkatrosh shikon për shi turbi madh, sinqerisht. Më mirë të largohet para kohë, nuk ja vlen më, duhet t'japi dorëgje, unë një japi këshill çuditime personale, kështu, të largohet sa më shpejt. Nuk ka çfarë të bëj këtij vendi më, bollja ka po gropa, mos e hapi më të madhe gropën. Kto kisha, faleminderit. E qartë, mirë Zotri, faleminderit dhe juve për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Ore, një gjëja atë Gjesh Lucën me fjallë që TikTok-u, Rakia, Rosafës, kjo Rosafës, i bëjt pyetje këtë, Rakin e këtë mirë të marrë Gjesh. A mund të thush ato 4 anije që erdhen për shtetin shqiptare, nga fondacioni i zhvillimit Japonisë? Pse i bune atë tatën atë Rosafa dhe i privatizovat, ata ishin anije për shtetin shqiptare, për javat fondit zhvillimit. Ka i qova të 4 anije me që i qeje ka miliarder tja, kupton ti? Një hajdut ordiner, pa piktur bishkove mora ato 4 anije të shajmë me emër këtu, Zotri, se duke sigur... Të lutem, mu plas me ato që me letra, jo me këshu. Jo, me i kujdes shumë të lutem. Po, ashtu pra se i ka vjeta, kupton, ka bua emrin e vetë, Rosafa, kupton, ku ato i përkasin shtetit shqiptar, se ja ka dhuru popullit shqiptar, ja ka dhuru Gjesh Lucës. Sa për djeni hajtu gjema shka qenë, se po të gjekisht. Jo, të lutem, këto nuk mund t'i lejojmë se bëhemi një dritare që shajmë individa, kupton, s'është serioze fare pastaj. Jo, serioze është, ja ky është, mos ta poj me si miliarder e si këshuese, e mulo Rama dhe, atë sektor e mulo Rama. E ka po miliarder Rama dhe. Pa ne kthej ato lek popullit shqiptar, se i duhen pensionistat ato lek. Nuk i duhen atila, kupton, me po e strada aty. Ta të shovim, demi bilet dhe hikim me stradën. Nuk kojme me boj me pa e strat me në fjallën me atë. Ti kthej popullit shqiptar, ti kthej djersën, ti kthej legët. Këtë the mu. Të kuptova. Mirë, faleminderit Zotri për telefonatën, presim një tjetër telefonat në studio, ju lutem t'jeni korrekt etikisht, nuk mund marrim në përgoj lloj njerëzish, cilët na janë nuk ne kanë për borxh na dëgjojnë.